Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Anila Denaj zhvilloi një takim me fermierët në Bashkinë e Konispolit ku u ndal tek rëndësia e skemave kombëtare të mbështetjes për bujqësinë. Ministria bëri thirrje për më shumë vëmendje nga fermierët ndaj këtyre mundësive që jo vetëm rrisin prodhimin, por garantojnë zinxhirin e plotë të tij. Ministria njoftoi se qeveria shqiptare ka miratuar një vendim për të hequr në korrik një tjetër skemë investimesh me mbështetje 50% në formë granti për infrastrukturat bujqësore njësoj si vitin e kaluar. Jemi në Konispol, së bashku me disa fermerë që kanë përfituar nga skema kombëtare e investimeve vitit shkuar, e cila u fokusua në veçanti për mekanik bujqësore, për mjete, për të rritur automatizimin. Ju besoj morë dëshmit e vetë fermerëve. Unë dua vetëm që të kërkoj edhe një herë të gjithë fermerët e Shqipërisë të shtojnë vëmendjen drejt mekanikës bujqësore, drejt prodhimit, drejt ndërtimit të stabilimenteve, të prodhimit të mishit dhe të serave, sepse ndërtimi i këtyre infrastrukturave siguron zinxhirin e prodhimit. Dhe qeveria shqiptare, me vendimin më të fundit qeverisë, ka siguruar fondet për të hedhur në muajin korrik një skemë të re të investimeve, sikurse edhe në vitin e shkuar, për të mbështetur me 50% grante këto infrastruktura të prodhimit. Paralelisht me skemën e subvencioneve të drejt për drejta që përfundojnë në datën 30 maj. Edhe një herë, kjo është një thirrje për të ndërgjegjësuar nevojën e fermerëve për këto aplikime, por njëkohësisht për të kërkuar që në këto aplikime një bashkëpunim shumë i ngushtë do të jetë me AZBR-n si institucioni zbatues. Është fakt sot që prej janarit ka një kredi si instrument i Bankës Shqipërisë e lëvruar tashmë me bankat e nivelit 2 për një paket financimi 250 milion euro, e cila i shkon për ndihmë të gjithë investimeve që shoqërohen me grantet që përmenda pak më parë apo jo. Sepse jo të gjithë i kanë mundësit që me njëherë të kenë atë shumë investimi dhe që të kenë finansimin e plot përpara se të vi granti, ka nevojë të shkohet në bankë. Dhe banka të ketë dyert e hapura, i kërkon fermerit garanci dhe në mbledhjen e më të fundit qeverisë aprovuam garancinë sovrane, e cila mundson që 70% e kolateralit mbështetet nga qeveria shqiptare. Kjo mundson dhe një ulje të normës interesit në 2%, pra kemi një zinxhir produktesh për të ndihmuar fermerin për të blerë jo vetëm traktor, por për të ndërtuar dhe një stabiliment të tillë, dhe një magazin frigorifer e të tillë që kredia të jetë në 2% normë interesi, 70% e kolateralit e mbështetur nga shteti dhe me aplikimin në skemën e investimeve 50% grant. Gjatë takimit, fermerët përfitues të skemës së investimeve ndan përvojën e tyre duke theksuar se mbështetja nga shteti u ka mundësuar të pajisen mezetor, ata e cilësuan ndihmën si thelbësore për përmirësimin e punës në fermë dhe rritjen e produktivitetit. Prej 2013 fermer, prej 2020 me numër nipti me të tëra rregullat, me kontratë, me të gjitha në rregull, jam edhe përfitues që kur janë hapur skemat e naftës dhe së fundmi përfitues edhe skemës kombëtare të mjeteve bujqësore. Konkretisht kam përfituar një zëtor dhe një makinë elektrike që quhet në gjuhën shqipe që gërrin dega. Sa ju vinë ndihmë këto mjete bujqësore? Po vinë shumë ndihmë se çdo gjë sot për sot me mjete bujqësore, nëse s'patë mjete bujqësore, bie të kalosh me punë fizike, me mjete alternative si korse bari kështu. Ndërsa zëtori pastaj të mbulon shumë punë për gërrjen e barit, gërrjen e degave, spërkatje që nuk i bëjmë manualisht në dorë, kemi një turbinë gjohet, hedhim pesticidin dhe kalojmë rresht në rresht me shpejtësi caktuar. Po jam përfitues, aplikova për zëtor, për misër, dhe zëtorin aktualisht e kam këtu. Sa ju vjen në ndihmë ky mjet bujqësor? Po bujqësia nuk bëhet pa mjete. Edhe pa mjete jemi pothuajse të mbaruar. Edhe më duhej ishte shumë i domosdoshëm. Ky takim në Konispol dëshmoi edhe një herë angazhimin e qeverisë për të mbështetur fermerët shqiptar me instrumenta konkrete financimi, skema investimesh dhe politika të qarta për zhvillimin e bujqësisë. Mekanizimi, ndërtimi infrastrukturës prodhuese dhe kreditimi i lehtësuar janë hallka kyçe për të garantuar qëndrueshmëri, rritje të prodhimit dhe për t'i dhënë bujqësisë rolin që meriton në zhvillimin ekonomik të vendit.